Prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike në Shkup, mëngjesin e sotëm ka kryer kontroll në vend në afërsi të rrugës Çajir-Çanka, ku në një aksident të rënd trafiku ka humbur jetën një motociklist i moshës 16 vjeçare. Sipas konstatimeve fillestare pas kontrollit, thuhet se 16 vjeçari drejtonte mjetin pa leje drejtimi dhe helmet mbrojtëse, si dhe me shpejtësi te kaluar shpejtësinë e lejuar, nga ku nuk arriti të shmangte një skuter elektrik që drejtohej në rrugë nga një 14 vjeçar. Në vendin kritik, ai nuk arriti të shmangte një skuter elektrik që drejtohet në rrugë nga një 14 vjeçar. Në aksidentin e trafikut, drejtuesi motocikletës ka posuar lëndime të rënda dhe ka ndëruar jetë në vend, ndërsa i mituri që drejtonte skuterin ka mbetur i lënduar dhe është dërguar për tretman mjekësor. Për përcaktimin e saktë të shkaqeve të aksidentit, prokurori publik ka lëshuar disa urdhëra dhe udhëzime, ndërkaq që pamjat e vëzhgimit me video të vendodhjes specifike sigurohen dhe shqyrtohen. Sipas njoftimit të prokurorisë, në trupin e të ndjerit është lëshuar urdhër për autopsi, ndërsa i mituri që drejtonte skuterin do t'i nënshtrohet edhe analizës për praninë e mundshme të alkoolit apo substancave të tjera të paligjshme.